Presidenti francez Emmanuel Macron sapo bëri gabimin më të madh të karrierës së tij politike. Neve na u deshëm vetëm pak sekonda për të kuptuar saktësisht se sa qesharak është. Ajo që ndodhi më pas është aq e turpshme për elitën globaliste europiane, sa nuk do ta besoni se është e vërtetë. Në fund të videos, do e kuptoni saktësisht pse strategjia e Trump për Grenlandën u bë e pandalshme. Të mërkurën, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi për shkallëzim dramatik të luftës për Grenlandën, duke thënë se Franca do të vendoste asete toksore, ajrore dhe detare në Grenland me kërkesë të Danimarkës. Ministri i jashtëm francez deklaroi: "Me kërkesë të Danimarkës, kam vendosur që Franca të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta të organizuara nga Danimarka në Grenland dhe në kuadër të operacionit Arctic Endurance. Trupat e parë ushtarak francez janë nisur dhe të tjerë do të pasojnë." Ai vazhdoi të kërcënonte presidentin Trump, duke thënë se do të kishte pasoja të papara nëse Shtetet e Bashkuara marrin Grenlandën Danimarkës. Franca nxiton për të mbrojtur një aleat të NATO-s nga jashtëquajturi agresioni amerikan. Europa qëndron e bashkuar kundër ambicieve territoriale të Trump dhe kjo tingëllon qesharake. Pastaj dikush bëri një pyetje shumë të thjeshtë: sa trupa po dërgon Franca në Grenland? Përgjigja që mori ishte: 15 trupa, vetëm 15. Ndërsa Gjermania po dërgon 13 personel zbulimi, Suedia po dërgon 3, Norvegjia 2 dhe Britania 1. Mos qeshni, këta janë palachot e politikës europiane. Ndërsa portali The Hill doli me një titull bombastik: trupat europiane mbërrin në Grenland, duke pranuar nga paragrafi i fundit se Europa po dërgonte vetëm 34 trupa, që mund të bëhen 50. 34 trupa europian gjithsej po nxitojnë për të mbrojtur Grenlandën nga agresioni i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Është kaq patetike, kaq qesharake dhe e mjerueshme sa askush tjetër përveç nënkryetarit të Këshillit të Sigurisë Ruse, Dmitri Medvedev, mund ta përshkruante dhe satirizonte francezët. Sigurisht nuk e humbi mundësinë të tallet fuqishëm me Francën dhe Europën në rrjetin X. Francezët dhe europianët po flasin për një operacion të quajtur Arctic Endurance. Kur e dëgjon tingëllon zyrtare, apo jo? Tingëllon si një stërvitje e planifikuar prej kohësh e NATO-s që ka qenë në regjistrat e sa për muaj të tërë. Vetëm se problem qëndron se kur Defense News bëri disa kërkime, zbuloi diçka të jashtëzakonshme, duke shkruar se operacioni arktik i qëndrueshmërisë nuk duket se ka ndonjë datë fillimi ose mbarimi të komunikuar publikisht, zyrtarisht. Shumë atipike për ushtrimet e NATO-s, të cilat zakonisht komunikohen shumë kohë më parë. Nuk duket se ka një të dhënë online të një operacioni me këtë emër që të jetë diskutuar publikisht para 14 janarit, datës që u deklarua si operacion nga presidenti Macron. Një kërkim gjithashtu në faqen e internetit të NATO-s në mënyrë të ngjashme nuk dha rezultate. Me fjalë të tjera, ky operacion, ky gjoja operacion zyrtar i NATO-s, nuk ekzistonte deri 24 orë më parë se të bëhej deklarata e Macron. Nëse nuk ekzistonte deri në momentin e deklaratave, ku një Danimarkë acaruar kishte nevojë për një histori mbulimi, për t'ju lutur Evropës që t'i ndihmonte për t'ju kundërvënë Trumpit, shpikën diçka. Dhe në të njëjtën kohë, kjo dobësi absolutisht e turpshme dhe patetike u shfaq edhe më neveritëse, ku ministri i jashtëm danez me diplomatë të tjerë danez u takua me zëvendës presidentin J.D. Vance dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Takimi zgjati rreth një orë dhe kur ekipi danez doli për t'u përballur me gazetarët pas takimit, ata dukeshin sikur sapo i kishte shtypur ndonjë tren mallrash. Ishte mjaft e qartë për ta dhe për të gjithë se presidenti Trump ishte absolutisht i vendosur që Shtetet e Bashkuara të merrnin kontrollin mbi Grenlandën dhe sinqerisht nuk kishte asgjë që Danimarka ose ato 34 trupa europiane të mund të bënin në lidhje me këtë. Trump nuk po tërhiqet. Në fakt ai vetëm sapo e rrit presionin. Trump e tha hapur se ne po krijojmë kupolën e artë. Po bëjmë shumë gjëra dhe kemi vërtet nevojë për Grenlandën. Nëse nuk hyjmë ne, Rusia do të hyjë dhe Kina do të hyjë dhe nuk ka asgjë që Danimarka mund të bëjë në lidhje me këtë. Por ne mund të bëjmë gjithçka. Pra, çfarë po ndodh në të vërtetë? Çfarë po ndodh me elitën europiane dhe Grenlandën? Kjo është pikërisht ajo që do të zbulojmë. Por së pari, po dalin zbulime bombë që po ja heqin maskën korrupsionit të Deep State. Ish shefi i inteligjencës së Venezuelës sapo ekspozoi rrjetin terrorist të Maduros, i cili është i lidhur me Kinën, Iranin, Rusinë dhe Hezbollahun, duke plaçkitur triliona dollar ndërsa shmangte sanksionet. Në një letër të drejtpërdrejt drejtuar presidentit Trump, ai pretendon se politikan, diplomat dhe oficer të korruptuar të CIA-s amerikan morën miliona për të mbështetur regjimin. Pikërisht të njëjta tentakula të korruptuara po i mbytin sistemin amerikan financiar sot, duke manipuluar parat fiat dhe duke shtëruar në heshtje kursimet e pensioneve të amerikanëve punëtor për të financuar skemat e tyre radikale globaliste. Presidenti Trump po udhëheq kundër sulmin,
duke krijuar një rezervë strategjike Bitcoin, duke e bërë Amerikën kryeqytetin e kriptovalutave në botë dhe duke hapur llogari pensioni për kriptovaluta. Familja e tij është një aktor i madh që investon besimin dhe pasurinë e saj në të. Sepse kriptovalutat e decentralizuara janë e vetmja fortesë pasurie që Deep State nuk mund ta vjedhë. Rikthehemi dhe themi se Groenlanda ndodhet midis Amerikës së Veriut dhe Europës në Oqeanin Arktik. Kur shikojmë nga lart hartën, nga një pikë e favorshme e Arktikut, mund të shohim vërtet në shumë aspekte një botë krejtësisht të re. Groenlanda Veriore së bashku me Alaskën shtrihet në rrugën më të shkurtër midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara Kontinentale, që do të thotë se raketat balistike ose bombarduesit rusë që synojnë Amerikën do të fluturojnë direkt mbi Groenland. Trump ka ndërmend të ngrejë një pjesë të mburojjes së tij të mbrojtjes nga raketat Golden Dome në Groenland, si pjesë e instalimit ushtarak më verior të Amerikës, së bashku me sistemet e paralajmërimit të raketave, gjurmimi satelitor dhe mbikëqyrjen hapësinore që ushqehen drejt për drejt me mbrojtjen e shëbrave. Përtej mbrojtjes nga raketat, Groenlanda kontrollon atë që quhet Boshllkugiuk, ose pika e mbytjes detare midis Groenlandës, Islandës dhe Mbretërisë së Bashkuar, e cila është kritike për monitorimin e nëndetëseve ruse dhe kineze që hyjnë në Atlantik. Ndërsa akulli i Arktikut shkrihet, po hapen korsi të reja transporti detar, duke transformuar atë që dikur ishte një barierë e ngrirë në një korridor tregtar të kontestuar. Rusia e ka militarizuar rënd Arktiku me baza, akullthyes dhe flota nëndetësesh, ndërsa Kina, duke shpallur vete një shtet pranë Arktikut, po investon miliarda në infrastrukturën e Arktikut dhe në rrugën e detit verior me Rusinë. Rreziqet ekonomike janë po aq të mëdha. Groenlanda mban rezerva masive të mineraleve të rralla të tokës që janë thelbësore për telefonat inteligjent, automjetet elektrike, sistemet e përparuara të armëve dhe teknologjinë e energjisë së rinovueshme. Tani, ndërsa flasim, Kina kontrollon 90% të kapacitetit global të përpunimit të mineraleve të rralla, duke i dhënë Pekinit ndikim shtrëngues mbi ekonomitë dhe ushtritë perëndimore. Qasja në mineralet e Groenlandës do të thyente monopolin e Kinës dhe do të siguronte zinxhirët e furnizimit teknologjik të Amerikës. E gjithë kjo do të thotë që shtytja e Trump për Groenlandën nuk është impulsive, është realizëm strategjik. Me vdekjen e rendit të vjetër liberal ndërkombëtar dhe protokolleve institucionale që e qeverisin atë rend, po ngrihet një rend i ri botëror. Një botë shtetesh të qytetërimit, ku disa bloqe të fuqive të mëdha si Rusia, Kina dhe India po ngrenë gjithnjë më shumë pretendime brenda sferave të tyre sovrane, civilizuese dhe gjeografike. Dhe kjo është pikërisht ajo që presidenti Trump po bën në hemisferën perëndimore. Ndërsa ndryshimi i klimës çliron burimet dhe rrugët tregtare të Arktikut, Groenlanda do të përcaktojë se kush dominon rajonin strategjikisht më të rëndësishëm të shekullit 21. Dhe Trump e kupton se në konkurrencën e fuqive të mëdha, gjeografia përcakton fatin dhe gjeografia e Groenlandës e bën atë imperativin e ardhshëm strategjik të Amerikës. Ironikisht, elitat europiane janë kapur duke fjetur. Ato janë verbuar nga fakti se rendi i vjetër liberal globalist ka vdekur. Bota po ndryshon dhe ata janë kapur plotësisht të papërgatitur. Macron mund të dërgojë të gjithë specialistët e maleve që dëshiron në Groenland. Gjermania mund të vendosë të gjitha ekipet e zbulimit që mund të mbledhë, ndërkohë që Rusia do të vazhdojë të qeshë dhe Trump do të vazhdojë të fitojë. Sepse në fund të ditës, Groenlanda do të gjejë vendin e saj komod me Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe jo më mes elitës europiane, vasale të globalizmit që po vdes. Të gjithë në takimin e shtëpisë së bardhë të mërkurën e kuptuan këtë. Mirë se vini në mandatin e dytë të Trump, ku Amerika udhëheq dhe Europa ndjek, pavarësisht nëse u pëlqen apo jo. Mast Channel. Please subscribe.